parët bajnë qudi, nga po vin të djemteri, janë të forë si luan, por me zëmër janë kuksian, që nga kuksi vjen furtuna, që stadiumi po shton, gol të rashi, forca quna, të urojnë të jesh kampion. Bashkim Përina qolli, rruga kombit dhe futbolli, hape zemrën për Kosovën, kandidat për çmimin Nobel, për një ëndër, për një shpres, s'ka ekip që të ndalon, gjithë kucianët e sa pes, të urojnë të jesh kampion. Shqiptarët bajnë qudi, nga po vin të djemteri, janë të forë si luan, por me zëmër janë kuksian, që nga kuksi vjen furtuna, gjithë stadiumi po shton, gol të rashi, forca quna, të urojnë të jesh kampion. Më besoj një ndeshje, kush mendimi, një ndeshje perfekte. Mundum të kapim kundërshtarin, nuk arritëm dot, në shumë rast, pavarësisht se intensiteti i ndeshjes ishte i pëlqyeshëm, niveli ishte i kënaqshëm. Dhe kundërshtari ushtoi presion, sidomos nga krahët me Prishtinën. Por, ti jemi realist, jemi një ekip që është i ri në moshë. Nuk do të pësonin, sidomos vëllën 2, një të shtesë. Kjo vlen përmendet sepse mungesa eksperiencës disa djemë shumë të ri.
Më thëmë nështë që ishte ndeshja më emocionuese për mu, që është ditën që ka marrë të ky ekip. Normalisht, fitoria të gëzën shumë, fakti i 3 pikëve të marrëna, njëkohësisht edhe ekipeve rivalit tonë të cilët kanë bëj hap fallës, që na gëzën pa mas. Por duhet pranojmë që edhe fitoria ishte e mundimshme, ishim përballë një ekip një emër si Tirana. Pamasish oscilacioneve të kohëve të fundit, mendoj që ka diftu rritje në lojën e saj dhe njëkohësisht kishim një farë besimit dhe një farë atmosfere tjetër në për sa i përket lojës së vetë ekipit Tiranës. Gjë që i besoj që i patë dhe ju tanë na vuni vështirësi për gjatë lojës. Megjithatë, siç thatë edhe ju, futbolli ky është, ashtu siç u dënuam me minutën e fundit ndoshta në Kuks për në Durrës për mungesën e fatit ndoshta i fije ose edhe për qëndrimit. Në Zotin na shpërblej këtë ndeshje, që i arritme të fitoshim në minutën pothuajse të fundit ose të shtesë të parë.